por po të bëjmë një bilanc gjëra, do shohim që ka ndryshuar shumë gjëra në një vit, dhe një vit tjetër mund ndryshojnë shumë. Pra, le të bëjmë një bilanc gjëra. Presidenti Trump i dha fund luftës në linjën e mesme. Fjallën për në Gaza. Lufta në linjën e mesme. Do të thënë, mos harrojmë që vjet ishte lufta në Gaza, në Liban, lufta me Iranin. Edhe me Iran. Dhe ndryshimi i regjimit në Siri. Të gjitha këto gjëra ndodhen gjatë presidencës Trump, vitit parë. Apo jo? Po, brenda një vitit. Është i pari president i SBA-s që ka bombarduar Iranin dhe që është përgjigjur programit bërthamor të Iranit, arsye pse iranianët janë ulur sot në tryezë bisedimi në Oman me Amerikën, janë bombardimet e vjetshme. Pra, nëse ne shohim sot aleancën si asnjëherë më parë të vendeve sunite me politikën e jashtme amerikane dhe me ekonominë amerikane. Vizita e Trumpit në Katar, Arabi Saudite, Emirate. Aleanca e gjërë vendeve sunite e zgjeruar edhe me ato që nuk janë arabe. Pakistan, Turqi, vendet arabe, Egjipt. Të gjitha me Amerikën. Azerbajxhan, lartë. Azerbajxhanit, po të gjitha me Amerikën. Duke lënë përballë të izoluar fuqinë e vetme shiite sot në botë që është Irani, nuk është një ndryshim i vogël, është një ndryshim strategjik si asnjëherë më parë. Vetë politika palestineze është reformuar si rridoj kësaj. Sot edhe Hamasi kërkon një marrëveshje me politikën amerikane. Pra krerët e Hamasit ulën tavolinë me drejtorin e Mossadit dhe me drejtorin e CIA-s. Barnea, drejtori i Mossadit, ka qenë disa herë vjet në Katar për të takuar me krerët e Hamasit. Radcliffe, drejtori i CIA-s, që është dhe një politikan, e ka pasur në prioritetin e veprimtarisë vet, pikërisht gjetjen e një zgjidhje të tillë. Dhe përfundimi i luftës në Gaza është një meritë pa diskutueshme e politikës së qartë amerikane. Tashia do bëhet kjo pa forcë, po sigurisht që nuk ka gjë që bëhet pa forcë. Dy janë elementet e sigurisë. Sigurisë politike në rastin konkret. Përdorimi i forcës dhe përdorimi i ekonomisë. Po të mos kishte qenë kjo gjë, as do vinte ndonjëherë ideja e krijimit të ashtu quajturit bordi paqes. Bordi paqes është një koalicion vendesh që Amerika ka ndërtuar vetëm një herë kur u bë lufta në Irak para 24 vitesh. 23 vitesh më saktë. 2003.